Tregjet e aksioneve randjeshëm në SBA të hënën pasi investitorët ngritën shqetësime për ndikimin negativ ekonomik të tarifave të presidentit Donald Trump. Kjo pasoi deklaratat e presidentit se ekonomia më e madhe në botë ishte në një periudhë tranzicioni, kur u pyet në një intervistë për sugjerimet e një recesioni të mundshëm. Që kur këto komente u transmetuan, zyrtarët dhe këshilltarët e lartë të Trumpit janë përpjekur të qartësojnë frikën e investitorëve. Në një intervistë për Fox News të transmetuar në fundjavë për të regjistruar të njëjtën, Trump duhej se pranonte shqetësimet për ekonominë. Unë urrej të parashikoj gjëra të tilla, tha ai. Ka një periudhë tranzicioni sepse ajo që ne po bëjmë është shumë e madhe. Ne po e kthejmë pasurinë në Amerikë. Kjo është një gjë e madhe. Të hënën në New York, indeksi S&P 500, i cili ndjek kompanitë më të mëdha të listuar në SBA, e mbylli ditën me një rënje prej 2.7%, ndërsa Dow Jones e mbylli ditën me një rënje prej 2.7%, ndërsa Dow Jones Industrial Average ra me 2%. Të martën, stoqet aziatike ranë ndjeshëm në hapje të bursave para se të ringriheshin. Nikkei 225 si Japonis u mbyll me 0.6% rënje dhe Kospi Koreas së Jugut përfundoi me 1.3% më poshtë. Dollari në anën tjetër ra më tej përballë poundit dhe euros të martën, duke rënë ndjeshëm që nga fillimi i muajit. Nasdaq u godit veçanërisht rënd, duke u fundosur me 4%. Aksionet e Teslas ranë me 15.4%, ndërsa giganti i çipave të inteligjencës artificiale ra më shumë se 5%. Aksionet e tjera kryesore të teknologjisë, duke përfshirë Meta, Amazon dhe Alphabet, gjithashtu ranë ndjeshëm. Megjithatë, kishte pak shenja tranzirash në Europë, ku bursat shënuan madje një rritje të lehtë.